Zoti Gashi me gjithë këtë panoramë edhe shpjegim të qartë edhe të thjeshtë për gjithë publikun për ta kuptuar, pyetja që vjen është që çfarë ndodh tani e në vazhdim, në gjykimin tuaj, ky konflikt, kjo luftë që ka nisur mbyllet shpejt, do të vazhdojë, do ketë përhapje, përfshirjen e aktorëve të tjerë. Lideri suprem i Iranit sot ka deklaruar që tani filloi lufta. Pra, nisur nga e shkuara dhe ajo që po ndodh tani, ju si mendoni, si mbyllet do jetë shpejt, do vazhdojë dhe si mbyllet? Kjo është pak sa e vështirë. Lutem, po mund të përfshini edhe Turqinë në analizën tuaj, si e shihni? Është pak e vështirë kjo çështje sepse disa herë gjatë historisë disa regjime dhe disa shtete kanë menduar se e kanë zhdukur vëllazërinë muslimane dhe potencialin e saj. Kanë burgosur dhe kanë vrarë me mira prej tyre dhe në shikim të parë është duk se është zhdukur, por fatkeqësia është se ajo jo që nuk është zhdukur, por në secilën herë ka dalë më e fuqishme. Pra, dhe tani pikërisht për shkak të këtyre ndodhive që përmena operon mbi 80 shtete të botës dhe në Turqi. Në teorinë time. Tani kemi një luftë, unë përmena që është momenti i fundit që do duhet të parandalohej pra zhvillimi i raketave atomike, pra i atomit në. Unë nuk besoj që në këtë mënyrë kjo çështje do të përfundon. Mund të shkatërrohet komplet Irani, por problemi nuk do të zgjidhet. Pra, problemi duhet zgjidhet në mënyra tjera, tani është një preventiv e domosdoshme për ekzistencën e Izraelit, që të shtyhet për një kohë, spaku për një kohë të gjatë derisa të vjen ndonjë zgjidhje tjetër, pra thjesht ndërtimi i bombave atomike, pra krijimi i tyre, sepse ai do të paraqitet një rrezik të zhdukjes së drejt për drejt të Izraelit. Dhe Izraeli sigurisht që në rrethonat që ka ndodhur me shërbimet e tij ka qenë gjithmonë vigjilent. Jo vetëm në fushën e zhvillimit ushtarak, por edhe në fushën e propagandimit të islamit politik. Ai ka studiuar secilën fjali kudo që predikohet dhe me vëmendje të rëndësishme ka përcjell të gjitha zhvillimet që lidhen dhe ndërlidhen me ekzistencën, po them edhe një herë me ekzistencën e Izraelit. Irani është një fuqi ushtarake, nuk është sa Izraeli, prej asaj që di unë po flas nga këndvështrimi im, por që ka një potencial të jashtëzakonshëm të njerëzve dhe të shkencëtarëve. Unë e di se për nga numri i inxhinierëve ushtarak bën pjesë në 4-5 shtetet më të fuqishme të botës, po them për nga numri në aspektin kuantitativ. Sigurisht që në aspektin kualitativ nuk qëndron kjo, por megjithatë në aspektin e resurseve njerëzore është një fuqi shumë e madhe. Dhe në qoftë se Amerika, se Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në rastin tjetër Mbretëria e Bashkuar nuk e ndihmojnë me kohë dhe fuqishëm Izraelin, do duket çasharake kjo, por në një kohë të mëavonshme pra do të jem si thënë dëshmitar, ndoshta na jo, por gjenerata të tjera, ose të përdorimit të bombave atomike, ose të zhdukjes së Izraelit nga faqja e vet. Pra, Izraeli vjen keq prej shumë analistëve që atje përdoren. Vet nuk mundet me i përballu këto shtete. Tani ne kem shtete arabe të cilat po heshtin, brenda të cilave ekzistonte vëllazëria muslimane. Ato janë duke heshtur, por po heshtin sikur ajo fabula e njohur që është në popullin tonë kur breshka ja ka kafshuar veshët lebrit dhe lepri i thoshte po më duhet duroj sepse kam shqiponjë mbi kokë. Pra, thjesht disa nga shtetet arabe e din potencialin e amerikanëve, thjesht i cili vetëm nga fuqia dytë botërore ka trefishin e fuqisë ushtarake, nga Kina ta marr. Për ndryshe, në qoftë se nuk do të kenë ndikim më të fuqishëm të Amerikës me këtij procesi, jam i bindur që do të ketë simpatizantë dhe shtete
që mund ta ndihmojnë fare let Islamin ti kalojnë divergjencat në mënyrë të përkohshme divergjencat që i kanë. Unë nuk besoj se që do të vjen te kjo situatë sepse amerikanët janë të vetëdijshëm për këtë çështje, sepse pastaj do të kanosat rreziku edhe atyre dhe vetë Evropës, por që për momentin me presidentin që kem aktual amerikan, do të thonë ka pru shumë çështje në pikë pyetje. Është e qartë se është interes i vendit të zhvillimi i ekonomisë, por në fakt pa Amerikën vendi botëror pra nuk do të jetë ky që është tani. Dhe në konceptin dhe në konceptin e vllazërisë muslimane pikërisht është edhe kjo çështje në vizionin e tyre. Pra ata fituan luftën në kundra Bashkimit Sovjetik. Pra është strategjia vllazërisë muslimane, pavarësisht që kanë luftu Taliban e shumë njerëz të rrethit, pra qëllimi i tyre është shfrytëzimi, futja atyre, se unë përdora si më thon emrin e Azam i cili ishte shkuar nga ka për luftë dhe për mobilizim. Dhe këtë luftë ka humbur Bashkimi Sovjetik në prapavi prej vllazërisë muslimane. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë humbur luftën në Afganistan. Pra, duhet thuhet qartë, pra e kanë humbur luftën në Afganistan. Dhe shumë disa nga shtete ku kanë qëndruar pra janë të humbura, pra. Vllazëria muslimane është në ofensivë dhe jashtëzakonisht e disponuar sepse po sheh rezultatet e saj. Kjo është një, dhe e dyta koncepti i tyre pragmatik është që ne nuk duhet sipas tyre, pra ata nuk duhet me çdo kusht mbrana 10 vjetëve ta realizojnë konceptin e tyre. Jo, ata do të thonë, kishte një bashkim sovjetik ra, ka pas perandori të ndryshme kanë ra, do të bjen dhe Amerika një ditë dhe do të vjen koha jonë. Pra koha tyre sipas tyre është koha përfundimtare, e cila do ta sunoj globin. Është teori idiotësh, them kështu më shkurt, por që ata veprojnë dhe janë të entuziazmuar në këtë çështje. Pra sa i përket meje, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mbi gjitha pra Mbretëria Bashkuar, pra Britanikët do duhet sa më shpejt që është mundur që të reagonin për të mos involvuar dhe shtete tjera se pastaj mund ndodh një kaos i madh ku nuk mund ta drejtoj askush. Por vetë lufta nuk mund t'i zgjidhë këto probleme. Që t'jemi shumë qartë, pra, vetë lufta nuk ka për t'i zgjidhur këto probleme. Qëllimi është do t'ishte, unë nuk i di strategjitë e tyre për momentit, po qëllimi është që do të neutralizoheshin zonat e nxehta, shtetet që kanë potencial për armatim të tillë, dhe pastaj mundësisht me shtetet tjera arabe që janë, si të me një farë mënyrë në kooperim me Shtetet e Bashkuara dhe të shtetet tjera, të gjendet një koncept i ri i qeverisë së tyre, i liberalizimit mundësisht të shteteve të tyre, dhe përfundimisht të zgjidhet problemi, ose ma mirë me thonë që këto shtete ta akceptojnë ekzistencën e Izraelit dhe që të bëhet një plan i ri i paqes me Izraelin. Hamasi këtë nuk e bën dhe s'ka për ta bërë kurrë, prandaj edhe është reagimi i Izraelit, sepse këtë çështje e din shumë mirë, po është për keqardhje sepse luftat po shkaktojnë dëme të mëdha, vuajtje të mëdha me fëmijë, me gra, pra janë civilistët në fund ata që po psojnë mas shumti dhe kjo tani është e padëshiruar dhe për ne si qytetar. Kjo është sa i përket asaj zone atje, por tani fjala do të ishte a jem ne të goditur. Pikërisht e kjo për ta mbyllur këtë bisedë me ne, si prekemi ne nga kjo luftë, por po mund të më bëni një analizë asaj që çfarë ka ndodhur në trojet tona,